përblim për pjesëmarrjen e gjerë të tyre në zgjedhje. Publikisht, falënderova Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës për qëndrimin e saj të prerë ndaj Ramaduros, të cilin ajo ka fshehur. Por unë falënderova të gjitha grupet parlamentare të Asamblesë, leadershipin e saj, të cilat në unanimitet i anulluan atij çdo takim pas fjalimit Gaddafi style, stili Gaddafit, që mbajti në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. I falënderova për anullimin e drekësit zyrtare që është traditën e atij institucioni që shtron për kryetarët të shteteve ose kryetarët e qeverive që flasin atë sallë. I sigurova se këto akte janë një mbështetje e vërtet për qytetarët shqiptar. Janë dhe një apel i rëndësishëm për ta. Gjatë qëndrimit në sallën e parlamentit u denoncua Rama si autor kryesor i aferës Balluku dhe Akshi, kërcënimi i madh që përbën Edi Rama për vendet e Europës, duke bërë të mundët koordinatorit të tij të eksportojë të gjitha dhënat e internetit nga Shqipëria në duart e bandave dhe karteleve të drogës dhe armiqve të NATO-s. Tronditse ishin këto lajme. Tronditse. Mund të them se 3 ditë në sallat e Tempullit të Demokracisë, fantazma e kreut të organizatës kriminale Edi Rama ishte më e përçmuara. Më e përçmuara. Shqipëria rënditet, Shqipëria e Edi Ramës rënditet aty si një nga diktaturat autoritare, por e vetmja diktatura autoritare që bazohet në drogë. Natyrisht, krahas mbledhjeve, në grup, krahas fjalimeve, ndërhyrjeve, diskutimeve, ne patëm dhe takime të rëndësishme me drejtues të komisioneve, me personalitete, drejtues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Takime në cilat ne gjetëm mirë kuptim të plot. Jehona e protestë ishte e fuqishme. Pritej nga miqtë tanë proteste e dytë, po me aq
insistim sa